që është gjyshi i saj, Toto. I ftojmë me një duar tërkitje gjyshin dhe Anisën në një moment unik të tyre. Moj qofshe bekuar, unë ratina e ti verën, kjo është prita jo. Puthe djalo, puthe gushën, sot e për gjithmonë. Që unë edhe gjyshe e këndonim kur ishim të vegjël, edhe unë doja ta kisha me patjetër këtë moment me të, sepse është realisht një nga njerëzit e mi më të dashur, më të shtyra. Sot e deklaron. Sot e deklaroj. Gjithë jetën e kam deklaruar. Ja? Dakor? Ja, është momenti. Unë jam rritur me dy gjyshrit edhe është për ata që nuk e kam përjetuar ndonjëherë është një kënaqësi shumë të madhe. Sepse ata realisht kanë qenë jo vetëm dy gjyshur, po dy prindër për ne. Dhe unë kam fatin që në fakt prindrit e mi bëjnë të njëjtin gjë me anën sot. Dhe nuk do resht kur së falenderuari punën e palodhur që të dy, të tre, të katër gjyshrit e mi kanë bërë, po veçanërisht gjyshi Toto, sepse më ka shoqëruar mua në çdo hap të jetës time, që nga momentet që unë këndoja në festival, që nga momentet që shkoja dhe bëja aktivitetet e mia në konkurse olimpiade të gjitha me radhë, madje edhe në universitet jemi regjistruar bashkë. Kështu që unë nuk do rresht kurse të falenderuari për gjithë punën që ti ke bërë, edhe që nuk e lodhur dhe nuk e thënë asnjëherë jo, të gjitha tekave të mia. Kështu që të falenderoj shumë për këtë. Anisa, tani pa prishur momentin tuaj. Si më the do ulem the dhe këndoj gjyshit, pari këndoj edhe një herë, se sikur nuk e dëgjuam. Në jeni dakord të dëgjojmë një herë se Anisa paska dhe sot do le për gjë. Vjen këtë. Në lejon them dy llafe për Anisën. Kur ishte 3-4 vjeçë, ishin vitet pas 9 vjetës, kur kopshet dhe qerdhet ishin zaptuar nga pjesa e reformës u dytën nga fshatin qytetë dhe u zonë si banesa s'kishe kopshe. Mamaja Anisës ishte në punë, gruaja ime ishte në punë, mua më kapi reforma se ashtu ishte koha dhe me që me një aktivitet vogël kishe në fungone shisja goma, mera goma nga Italia shisja nga Lushka deri në Gjirokastër. Nga Anisa më beti që të rrisja makim shumë kohë, më shumë se i vitë. Shisnim goma bashkë. Mirë, po, ku se plot të vështira. Gjatë ditës, kur isha në magazin në Fjerë, vinin shokim njifin, kërkonin në i gomë, dhe dhe shumë, që më banë këte këta lama këtu? Dhe shumë, ku të që s'ka kopsht, ku të lëmë, e ma është në punë, gërë është në punë, kështu i kam jetu të opje 6 mua. Me gjitha të ikja që shpërndaja goma në përve vete, dhe ju thosha këture që blinë goma, pjotër i ku punon. E pjotër në ku punon të punon me gjyshi shesim goma të pelen Gjirokastër për shumë. Të dua shumë. Ka thënë kështu Po e kam thënë. Tani do ulemi një minutë këtu. Do ulemi një minutë këtu se do ftojmë edhe dy njerëz të tjerë.